Tomor Shukulli dhe Valentina Koltraku, dy të arrestuarit për aksidentin me pasoj vdekjen e një 7-vjeçari pranë kthesës së Kamzës, do të hetohen në masën e arrest shtëpie për ngjarjen tragjike. Gjykata e Tiranës letësoi masën e sigurisë duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë që të dy të mbaheshin në qeli deri në përfundim të hetimit që do të përcaktojë përgjegjësitë penale. Para togave të zeza, dy të akuzuarit kanë pretenduar se nuk e pan 7-vjeçarin përpara se ta përplasnin për vdekje me të dy makinat që drejtonin. Tomor Shukulli kanë konfirmuar edhe dinamikën e aksidentit tragjik. Ndalova i dhash ca para, i ra në tokë, por nuk e kam parë dhe kur u hap semafori kam ecur. Ndërsa gruaja që dyshohet se dha goditjen e dytë që rezultoi fatale, ka pretenduar se nuk ka parë asgjë për shkak të fushpamjes. Kam qenë pas foristradës dhe nuk kisha fushpamje. Kujtojmë se ngjarja tragjike ndodhi të martën 24 shkurt, ku dy goditje të njëpasnjëshme i shkaktuan vdekjen e menjëhershme 7-vjeçarit, i cili ishte duke lypur në rrugë. Një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë do të përcaktojë përgjegjësitë e dy shoferëve të akuzuar për ngjarjen tragjike.